Pas mbylljes së sezonit turistik në Himar, ndihet qetësia e vjeshtës. Rrugët dhe plazhet nuk kanë më fluksin e verës, edhe pse moti mbetet i ngrohtë dhe me diell, në zonë shihen më shumë vendasit dhe pak turistë që shijojnë këtë periudhë të qetë buzdetit. Pas mbylljes së sezonit veror, Himara ka marrë një pamje tjetër, më e qetë, më e ngadaltë, por po aq e bukur. Rrugët që në korike në gusht ishin plot me automjete dhe vizitor, tashmë i kthehen zërave të banorëve, e ndonjë pushuesi që e zgjedh këtë periudhë për të qëndruar larg vrullit të verës. Megjithëse sezoni ka përfunduar, moti i vijon i ngrohtë dhe me diell, duke e krijuar kushte të mira për pushime të vona. Disa plazhe madje frekuentohen ende, kryesisht nga turistë që kërkojnë qetësi dhe natyrë të paprekur. Bizneset kanë ulur tashmë ritmin, por jo qepenat. Shumë ambiente vijojnë të punojnë, sidomos në fundjavë, kur ka lëvizje nga vizitorët vendas. E në këtë tablo vjeshte, deti Himarës mbetet magneti kryesor, një kujtesë se bukuria e zonës nuk kufizohet tek muajt e verës, por e bën Himarën destinacion gjatë gjithë vitit.